human commodity of bamirësi, of giving charity, but you just playing games and ke vend ta Shqipërinë me shërë me njëri tjetrin për një flipin 100 pound, 200 pound gifte, e pastaj rri aty e vëndzje foto, nuk ju jap me ushqim, unë juve qenërave. Qenje ti e sa, me rëp shvije e qenër. Më kej se qenë, hien për audiencë e rëp. Je servili mavë sa mbi Dubai, ta them këtë gjë, vlo. As vlla nuk je, po ta them këtë gjë sa mbi Dubai, je servil edhe gojors për fam e audiencë. Edhe qa nuk bën për atë fam e audiencë. Po një ditë do ekspozohesh sami, do të nxirri Zoti, do shikojnë tërë njerëzit. Shumë shpejti këto delet do zgjohen. Do zgjohen këto delet, Mr. Dubai. Hajde quna, 840 të shumë 3000 edhe flasim në Gucci. Share the life, shpërndaj life i njerëz. T'ja ngrisim pak audiencën edhe flasim si burrat. Nuk kam nevojë për audiencën tënde, unë audiencën... Po sigurisht me thonë që ti mund ke fut në TikTok, kur më qenë në TikTok, ti s'ke di çka TikToki. Jo, nuk fash të futon në TikTok. Apo ajo të vol me videon që e ka bo Arusha. Dëgjojnë qik, Shpërndaj life i njerëz. Arusha është qa është, po pak në zemrën e mirë e Irvi Gjina. Shumë bukur, shpërndaj life-in. Jo, nuk kemi nevojë për ato audiencën tënde. Nuk kam nevojë për audiencën tënde fare se... Po e ke problemin atë Roguç? Problemi parë është, gjë e parë. Edhe Arusha e kuptoi të gjithë njerëzit po e shikojnë çfarë bëre. More tërë atë famë nga unë, të panë me miliona njerëz nga unë. Nga ti, nga Rasimi, nga këta ku marr famën. Nuk e di unë ç'a ndodhi aty, Rasimi gabim bëre, po nejse. Po ta bëj një pyetje thjesht, çka i duhet dikujt famë e TikTokit? Ç'a duhesh ty fama e TikTokut? I duhet fama dikujt që harxhon 10 milion euro në bamirësi edhe në TikTok? Po pse erdhe afër me? Apo i duhet fama dikujt që s'ka bukë me hangër? Se erdhe afër me, pse u qase ashtu që unë ndihmoj njerëz të smur. Pse u qase tek unë? Jo, unë kom marrë te ti në live-in e parë kur kom taku ty, kemi hi live të Zio, edhe ta kom shtri dorën, kom thonë eja bëjmë diçka ti, mas 2 dite që qëndrove në Dubai, pshtyven pjatën ko hangre 2 dit, edhe ike të klevjo, e prej klevjo apo ike të tërka. Më pështyve ti në pjatë, edhe kur vajta te klevjo, a pash gjam? Sa njerëzit e tu e flasin realitetin, së njëm kontakt me ta, ti duhet të kanë realitetin tu. Këta mas e kam frikë se mendojnë s'do i nisesh 100 pound, 200 pound. Nuk ka në një gjë, Sam, po dije një gjë. Ti do dalësh në persekutinë. Atë kom nisë të ty. A ti ktheva mbrapsh 20 luana? Ka me ki këthy. Ha? 20 luana bëjnë gjithë ato lekë që të kom qunë e ty? Po prit pak e tjetra. A nuk më bloku akaunti madh mua, as një oj ndime nuk qase? Po ata kom për obligim me t'nimu çdo herë. Me ndihmu më çdo herë, po nga ana jote mua më blokua çdo gjë. Shpërndaj një live-in, një 400 pak, shpërndaj live-in. Nuk kemi nevojën me shpërndaj live-in, Sam. Ne s'kemi nevojë me shpërndar live-in, po flasim unë edhe ti. Njerëzit kur duan ta shikojnë, e shikojnë të vërtetën. Ti more tërë ata audiencë, tërë Shqipëria të njohin nga ana ime. U qase tek unë sikur më doje të ndihmoje. Orë më ve. Ma foj pak në të vërtetën ta dëgjojmë. A ishte Orfaco apo origjinale? Orë origjinale ishte. Sikur që kam në të kuqen, edhe Zeza ka qenë origjinale. Ku me hek prej dorës tem, nuk jam shku me marr. Dikon për me ta vënë dorë. Ti Sami, more fam nga unë. Ti falenderoj ata njerëz që kur ke qenë te Klevjo, të shtëpia Klevjos, të kanë thënë që është orë falso, edhe kanë tall rakun me ty. A do me ta nxjerr videon kur vajta te Richard Mili që e pash edhe orën? Po nxjerr ma videon. Okej, hajde bëjmë kështu, Sami. Nxjerr. Okej, dale, hapi në qik kamerën, hapi pa kamerën. Jo, nxjerr, s'ka nevojë me kamerën. Hapi pa kamerën, jo duam shikojmë pak fytyrën tënde, hapi në qik kamerën. Po pse me shiku fytyrën tënde? Hajde tani e Sam, se ka i shpenzuar tërë këtë lek me marr famën nga unë, vëlla. Hajde në qik tani. Kam shpenzuar lek me marr famë nga ti? Dëgjoj në qik, Sam. Ora ime, ora që më dhe mua. Po o jo, a ka një të gërvish me ora ime? Çfarë të gërvish ne? A është gërvish të cepi, këtu të cepi, a është e gërvish ajo Richard Mili që më dhe mua? Tash nuk e kom këtu me veti, kam met në Dubai, por nuk e di. Po, a ka një të gërvish me ora ime? Do ta kesh gërvish kur e ke gjujt për tokë. Po, e pranojmë që kishte një të gërvishme? Do ta kesh bëti këtë gërvishme se kom vrej fare. A mundesh të ma kthesh orën mbrapsh me që more tërë këtë famë nga unë?
Po pse me ta kthy orën? Ora ime, kishte një të gërvishme aty, po jo. Po tani nëse është falso, çka duhet ora falso? Apo duhet sepse është origjinale? Prandaj, dëgjojnë çik sa. Të vit turp e zorën rreth parë se bën bamirësi, e nuk po t'i hedhim poshtë bamirësitë që bën me ndihmë njerëz. Kuçi aty çka duhet me marr turp mund, dëgjoj knena. More tërk të fam nga një djalë i ri. More tërk të fam more nga një djalë i ri. Dakor, por More tërk të fam nga një djalë i ri që ishte i vuetur erëve sikur më doje. More gjithë këtë fam nga unë. Edhe më hove poshtë me një orë falso. Mbas orës falso, nga live, kuç. Se kam problem ti kish nga live-i sami. A di ku e ku marrun e famën, edhe ku mbon e kesh me ty. Derisa ki qëndru në burg, kuç, 24 orë ke qenë me mu në telefon. Apo s'është kështu? Unë me 24 orë nuk rri me maman time në telefon, jo me një plak. S'ke fol ti mu me 24 orë në telefon? Sami, ne në burg kemi fol 5 minuta. Realiteti është ti e more famën nga unë. A kemi fol për ditë në burg? Kemi fol ne për ditë në burg. Po. Jo, vlla, se unë humba mbi 20 mi pa vetëm telefon. Po ti mendon që si kam krejt thirrjet për ditë edhe krejt shkresat që kemi bën me zëri për ditë. Kesh, po edhe unë i kam videot kur erdhe te ku. Dëgjojnë çik sa. Dëgjoj. Ta flasim realitetin. Mua më duket këto kukullat që po nxjerr këtu. Unë te video e parë kur takova ty, vlla, kishe 2 qime në kokë. 2 qime, 3 qime të kishin dalë majt kokës. Ishe duke pi një cigare në cep me Alex Vision. E më the mua Gucci, unë kam ndihmuar shumë njerëz të smur. Të fash Sami nuk jam i smur, vlla. Vetëm unë inshallah një lutje duhet. Se mu duke pak, të them vërtetën, më kujtove pak si babajra me të pas vuajtjet që kishte kaluar babai im. Edhe fash, doja t'i injoroja që në atë moment. Edhe Aleksi e pan sy të tërë, doja t'i injoroja të faja ore, largomu, t'lutem. Po fash atë me sabër. Me sabër të tërë kam parë videon. Ti more fam nga unë, Sami. Më ve orë falco, vajtat e Klevjo. Kur vajtat e Klevjo, Sami, ishin 15.000 veta live, prap nuk të përmenda. Inshallah, kusho do i gjej mua betin, vlo. Unë prap nuk fash gjë te Klevjo. E mbajta heshtin. Pastaj kur ika nga Dubai, isha gati tikja nga Dubai, më nise mesazhe do të kapi njerëz të mi nga Amerika, e bukshkelsi e kështu. Edhe më shaveve baban tim me pas. Në nxjerrët mesazh. Do më nxjerr mesazhin kur the kam me të kap njerëz të mi. Po, nxjerrë. Të shofim që pas këm thanë njerëz të mi nga Amerika. Në. Edhe në live e ke thënë. Në Instagram jot. Do të kapin çunat e mi o tradhtar, ku do që të jesh, vetë do të gjenerojnë pa merak e ke. Kam dalë ku janë çunat nga Amerika, më fal. E kemi live te video e memeve, ti nxirron. Dalet gjeve videon kur vajta. Po kush a penzer edhe një mesazh me datën 4 shkurt. Jo, se kam 4 shkurt. Po nxirre ti me çike. Ata lexoj unë. Lexoj çfarë duar Sami, realiteti është ti more fam nga unë. Dakor, po të lexoj. Ti erdhe tek unë për famë, more famën nga unë. Jo, shpërndaj live-in, rrit janë i Jo, mos e shpërndani live-in, se këtë do kjo. Pastaj do provoj me më gjyt një 2-3 TikTok me kap meme, Sami me Gucci rregullojnë gjërat me marr më shumë famë. Ti çka ke me rregulluar ti? Po Sami, të vit turp ke fut një Shqipëri të tërë me sherrë. Ke fut një Shqipëri të tërë, jo vetëm sherrë, po vriten njerëzit. Paske ndëgju me më shumë Gucci. Po vriten njerëzit nga ana jote, vjen i gjun 100 pound njerëzit vuajtur, edhe pastaj ju thua nuk ju jap më unë juve që janë rrugëve. Po unë që isha djali rrugës, ti erdhe tek unë me marr famë nga një djalë rrugë që ka qenë fëmijë rrugëve. Se unë kaq i ditur jam, vëlla. O Goç, unë jam të nejt me ty në këtë moment live siç të kom nejt kur jekoni me zikën. Po nuk ka problem se dëgjoj, unë e ngre audiencën, dije vajta 2000 veta. Fol lirisht unë jam të dëgjoj. O Sami, mua një gjë tëra kur ke qenë burg, jam të dëgjoj dhe tash se për shoh që je pak i muzikën. Unë e kam thënë, Sami, më nise 15.000 euro gjyta mbrapsh 20 luana. Më mbyll akauntin me 350.000 followers, mua të Shqipëria më farrisnin BQ.
Provoni njerëzit me thënë Gucci byfqim sepse vajtin Dubai te ora. Ti nuk dole njerë me bëj një video me thënë ora Gucci ka qenë me angth, gishte vjetori babait, mos e sulmoni është djali mirë. Ti vetëm rrije e shijoje momentin. Sështë pak e vërtet, i vetëmi njeri që ka dalë sot ekonomikisht si me kohë, kam qenune. Orën ma ve falco me minjërua more tëra të famë. I ka te Klevjo, vetëm të takoja daj vini. Për famë e mora, qka të vini famë? Kur i ka mund te Klevjo, pjusim Alex Vision, a ishte daja im te Klevjo? A ervi daja im te Klevjo, vajta të takoja dajen tim te Klevjo, se Klevjo është dora jonë, është rrit me çunat e tanë. Vajta takova dajen tim Dajvinin. Dajvini ishte te shtëpia e Klevjos, 15.000 veta në live, më pyetën të tërë, edhe Klevjo fa, ore ka ndodhur. Daja live-in edhe pak. O njerëz, mos e dëgjoni çfarë fot ky. A nuk më pyetën çka ka ndodhur fa Klevjo, a je zën me Samin? Jo, i fash vlla, erva takoja ty, do pi një kafe me Dajvinin, edhe ika. Ti pastaj dole live më shave baban e vdekur, vlla. Baba im vdiq në psikiatri Burgu, i bën 2 gjilpera, vlla. Unë isha me 70.000 veta në live, ti erdhe tek unë more fam nga unë. Tani çat bëra unë ty, vlla. Qa gabimi pata unë, më dhe orë falsë më ignorove, më shajte baban. Ta kom bërë famen? Ha? Ta kom bërë famen që pas këmarë nga te? Një video mund të bëhe që falimderit Gucci. Po kom thonë që një herë unë e falimderit, do të këmarë të live i s'di sa herë, po s'di sot çka pas. Me më dhen mua 100 pound e pastaj ditën tjetër të më shash, e ti lash të njerëzit më sulmojnë. Gush, njerëzit e tu, familjarët e tu, e dinë se qa ka bo Semi për ty. Qa familjarët e mi, vla, unë vetëm një nën kam, që unë po futem shera si afër nënës, as te nëna nuk lejojmë, pa shtëpi jam, po më ndjeki me më vra. Ti me ignorove, famën ma more, tërë Shqipëria të njofi nga ana ime, baban ma shave, ma more veftyrën, njerëzit mendojnë si kur jam i çmendur, unë ditë për ditë luftoj të ngrihem prap, e do ngrihem, ti e di këta që do ngrihem. Po mendon ngrihesh në TikTok? Ku? O Sam, dëgjoj një gjë, po ta them për Allahun Sami, unë e kam një gjë që më ka falendëruar, juve më shkatruat. Më shkatrove, Sami. Po pse më shkatrove, na? Sami, wallahi e dim për Allahun më shkatrove, po dje një gjë, Sami. Unë rinin e kam, unë sabrin do e kem. Këta e do e ruaj, vlla. Kjo është 10.000 pound, po për 10 vjet e disi kry punu me këta me 10.000 pound, Sami, e tis do e kesh atë që ke tani, vlla. Prandaj Sami, më shkatrove, nuk bëra asnjë gjë. Muqase duhet ndihmojmë the. Duhet jap ndihmë. Po pse të shkatrova? Pse të shkatrova? Pse tu gjitha kur patë nevojë? Familja ime nuk pranon lek nga ty. Kush nga familja ime? Kush nga familja? Kush? Kush nga familja ime? Në emër të mamit, kam çu lek në emër të motrës, kam çu lek në çdo person që nuk i dhon emër. Kush nga familja ime ka marr lek nga ty, vëlla? Kush? Se kam pranuar kur? Familja ime ka punuar gjithmonë me halalin. Nëna ime gjithmonë ka ndetë në punë me halalin. Po nëna jote s'ka marr lek që i kum quën? Ke quar ti lek të nëna ime? Ty që ti kum quën e përmes personit që e dhon bank accountin, i kom gjitha, o guq? Më ve 15.000 euro të nisa 20 luana. Ka dal, 15.000 euro një herë nuk jo 20 luana, po tjera herës... Po, sa janë 20 luana? Ta herët kum quën e ty lek, o guq? Tim ke nis lek 3 herë mua, Sami. Po, total... Dëgjo pak, Sami, dëgjo pak. Dëgjo. Hajde të rrisim audiencë njerëz, çon e teri. No, a njerëz, mos e dëgjoni se është shumë lëpirës për audiencë. Sam, më shkatrove vëlla. Kam duhet audiencë, këtë se kuptoj. Ku? Me rëmë shpje ti shet brek për audiencën. Po pse, kam nevojë të shes brek për audiencën? Ti ke fut një Shqipëri tërë për një pak audiencë, më shkatrove e Sami e tani po më përmende edhe nënën time gjasme ka marrë nëna ime lek nga ty. Ti kom qu, ti a ke qu, i komu në kesë si mi kërku, për çka mi kërku? Ore, o Sam, më ke nis lek 3 herë, 15.000 euro, 5.000 euro që i vash Klevisit, një 2.000, sa i vash Klevisit 2.500 euro, më dhe 5.000 euro. Më nise kur isha në Burg, 8.000 euro. 3 herë më ke dhan lek. Të kam nis 20 luana me la, 15.000 euro, mu bloku akaunti madh me 350.000 followers, nuk provove të më përkraje një herë. Tani ti po del këtu live po fua, edhe nëna jote ka marrë lek. Njerëz, dëgjoni, mos shkruani këtu komente koti se Juve e late nënën time pa shtëpi.
pa shtëpi e lat nënën time. Juve e lat nënën time pa shtëpi. Më shkatrua. Nëse doni me ndihmu Guçin, jo shkruani komente pozitive, jo negative. Ore, nuk ka gjë. Guçi është në hallat e drejta. Nga ora Guçi ka nevojë kur ti shkon live me shkruaj ju me respektu Guçin, e jo me ardh këtu me shkru komente negative. Më shkatrove. Nëna ime ka ngel pa shtëpi nga juve. Mua më thret të Shqipëria gjasme sikur jam beqe bëfqi. Unë jam djalë musliman, vëlla. Jam djalë musliman, të tërë njerëzit musliman e rrinit këtu ha. Provojnë të më vrisnin 3 herë, po provojnë të fusin burg prap. Nëna ime pa shtëpi, vëlla. Pa shtëpi nëna. Guçi, pse ka mbet nëna pa shtëpi, ti e din mirë dhe din ke shqiptarët se ka ndodhur live ajo gjë. Sepse erdhën problemet nga ty, erdhën problemet nga ty me Orfaco. A? Erdhën problemet nga ty që më shkatrove ti me Orfaco. E more tëra të fam nga unë, Sami. O Guçi, problemet e orës falë sot i vetëm që ke ofendu, s'ka ardhur ndonjë problem për orën falë, o Guçi, po pësja vot kot, ke dalë ke shajt njerëz, i ke shajt e gjbit, i ke shajt banditin, të kanë ardhur problemet prej kone ke shajt, jo prej Samit, se Sami, me pakon ashtu Sami s'kish nejt, non stop me ty në telefon, sa ke qenë burg të hongër makarona. Kur ke ndën ti non stop me mua, o Sami, unë të vash një Shqipëri të tërë të kishte ty, një Shqipëri të tërë të njofi nga ana ime. Një Shqipëri të tërë të njofi. Po ta bëj një pyetje atëre, pse na prezantoi Aleksi me qenë se s'pas ka njohur Shqipëri e tërë. Edhe Aleksi mori fam nga unë. Edhe Aleksi. Pse më prezantoi mua Aleksi me ty? Me qenë se nuk më pas ka njohur Shqipëria. Sepse qysh ke fut një Shqipëri tërë me sharre ashtu e mbaja afër nga Aleksi. Përfitoj nga anë e Aleksi. Unë përfitoj nga Aleksi? Po, se kishte audiencë. Aleksi nuk dorëzohet, ka hap mbi 200-300 akante prap lufton. Po. Edhe ti e ke qef guximin, ti e ke qef. Derisa s'u takova me ty me Rasimin s'njofti kush mua. Ore, nuk po flas gjë për Rasimin. Apo jetë fol me fjalë tarushë që e ka bënë një video. Jo, unë po flas për veten time. Ti si njeri mua më shkatrove, më erdhe për ndihmë, më erdhe the më vjen gjyna, je djalë i ri, duhet ndihmoj. Kisha tërë ata milion veta, më mbryu akaunti nga ana jote. Ne doja tipja lekun mbrapsht, ti nuk e pranoj lekun. Pse se fol realitetin, pse Sami nuk ka të ndihmu ma? Ore, nuk duhet ndihmën lekun tënd unë vëlla. Unë vetëm mos më thuaj mua, kam ndihmuar maman tënde me lek. Çu ndihmove maman time me lek ti vëlla? Mamaja ime ka ngel pa shtëpi. Ë? Ti nuk e thu realitetin pse unë nuk të përkraj ma. Ore, nuk duhet për krajën tënde unë vëlla. Unë vetëm duhet ta shikoj njerëzit për çfarë je. Po çka don atëherë për meje? Asgjë vëlla. Vetëm orën, nismë orën mbrapsht, ka një të gërvishme, na më pak orën e. Ta shikojmë, ti po thuash e vërtet, unë e di çau e tipi je vëlla, loze me mua, more fam nga unë, edhe më shkatrove vëlla. Më shkatrove, kaq. Bravo. Edhe të fundit fare, mas shkatrimit, ma shajteve baban. S'mja le as kos 4 hat babajt në varë. Për çfarë? Për çfarë? Më thuaj për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? Audiencë të qasa, Ose po flasim dytë ose fol ti vetën, unë po dal prej live-it dhe ti vazhdo. Nuk e kam problem, dil prej live-it, nuk i ham me presionet e tua unë Sami. Presion, po kur ta ka shajt Sami babin? Unë si Masi që ke shajt ti një javë ditë rresht apo kur? Jo, nuk shaj, nuk po të shaj fare. Kur ta kom shajtën e babin, ta kom shajt masi që shajt ti një javë ditë rresht, apo kom fillu unë i pari? Ja nise ti i pari që shajt e baban time humba që të kam shajt 2 ditë rresht. Jo 2 ditë, të kam shajt 16 orë rresht në live. Jo, 8 orë, kam dhejnë 8 orë në Bangkok e të kam shajt rresht 8 orë. Më shave baban rë me pas, të kam shajt 8 orë rresht. Edhe merve të live-i më kërkove falje, aty të kam nis me të shamje. A ta bëj një pyetje Guç. Kur ke ardhur në Dubai, atë kujtohet? Po më kujtohet, me qase për intriga me Abet Zios Pucin. Se do ti me Alex Vision, jeni kapë. Alex Vision sot këtu. Nëse vjen Alex Vision këtu, ti me Alex Vision kapeshit, se ti ke lekun, po zgjursin që ka Alex Vision kapeshit. Dakor. Më prurë aty me acerua Alex Vision. Po prap si prap isha falemtor. Edhe disa zonë karf se i kisha këpucët me bal. Edhe nuk ta hedh. Bravo, këtu deshta me të pyet. Atë kujtohet që jam ke thonë kur jena ataku në Dubai para hotelit? Ku e kishim darkën. Atë kujtohet që jam ke thonë? O Sami, dëgjoj një gjë.
Unë, kur ja kam Vish pak, tash flasë edhe Unë pak. unë vetëm të them finalen. Unë po ta them finalen para 6200 veta e mbase milionëra veta do e shikojnë. Unë kur ja kam dalë mendimin e Zotit në për izolime, imagjinoj këtu në këtë realitet në këtë platformë vëlla. Edhe ju vend të më ndihmonit, më talleshit, po talleshit me mua. Okej, përfundove. Në përfundim jam, nuk Tash ti mendon që jemi tallë, por ndigjo tash, kur ke ardhur atë natë prej aeroport që ka dalë të ka marrë njëri jam, të ka pru te para hotelit ku i kishim darken, ti kum pa si ke qenë vesh edhe ti kum pa këpus me loq. Atë kujtohet që kam ke thonë kur të kum pyet pse jo kështu? Më ke thonë që je që 2 ditë të flajt në vorre, apo jo? Ore, nejse, kur ta fash unë të këtë vujt e ti prap dole më shajtë. Kur ma thaj këtë vujt, vish pak, shkoj me radhë, Guqi, se sharja ka ardhë shumë vorë. O Sami, ti kur je ka zemër bardh, kur je ka zemër bardh. Guqi, nesërmen, masi që kemi hangër dark, nesërmen, ku ke shku me Samin? Te shtëpia jote. Jo, ditën, ku kena shku në të ditën? Ore, kemi ndenë të shtëpia jote, do ta them unë një gjë. A kemi shku në shopping center? A kemi shku në shopping center, Guqi? Do ta them realitetin. Kam blet eshta $8,000. $2,500. $8,000, Guqi. Shkesi qeshme. $2,500. Po dëgjoj pak Sami. Po edhe $200. A do ta them ve realitetin vëlla? Kur më qaset e shtëpia jote, kam marrë me jo stekun, kam fjet mu te dera jote, kam den shtrirë te dera jote, ti po kërhisje, rria jashtë derës tënde si qem vëlla, e aj shumë po i thoja faleminderit Zotit se mendova do ja hidhja hallit. Po ti nuk e di e këtë gjë, mendoja si kur rria fsheras në vomën time. Un kam den te dera jote me jo stek mbrapa derës tënde, edhe drasat kanë kërcit kur kam ikur se merr vizor mos do zgjohesh e do më shikoje, se nuk doja të rria larg. Po pse e bëje këtë? Pse, se isha arrit një jetë tërë në izolime të doja si vlla, po ti kur dole e ma shajte... Po çfarë problemi kisha unë midis Dubajit shpitime, në vlla? Po vlla, po isha mësuar me izolime. Po problemi është ato që je mësuar me izolime, nuk e mujt me përjetu një gjatë... Dgjoj, Sam, përdore ironinë sa duhesh me mua, Sam. Unë kur ja dola izolime tërë ato vite, më ndihmoj Zoti. Mua kur ndihmoj Zoti me tërë ato vite izolime, a mendoni sikur është në një gjë e madhe kjo, vlla? Sam, me injorove me orë fauco, me shajte babanëra me të past, nëna më ka ngell pa shtëpi, mua po mësë shpërndoj një live-in të arrit 10.000 se kjo mësu me 10.000 persona live of love, flasim na 5 pajtorë. E do ti audiencën, sepse pastaj do provosh të me gjuash një 2-3 gifte. Po unë e kom audiencën çdo natë kështu o Guq. Ti e ki ka 500-600. Po Sam, ke investuar $10 milion edhe po kap nga 1.000 veta në live. Unë ditë për ditë po ngrihem po kap nga 2.000 Sami. Po ma mirë 1.000 veta të pastër se sa 2.000-10.000 që vinë këtu bojnë komente kote vetëm me të fut në sherr me njerëz. Ta share Sami, unë po dal, po fal namaze, po bëj stërvitje, po tregoj kur bëj kafe, edhe po pres momentin. Ti që i fal namazin, i fal gjitha këto, falesh shumë herë 5 herë në ditje. Si s'munesh mi kuptu intrigat e tipit Arushës dhe njerëz vëlloj bje njerëzve në qafë kot? Arusha, e di qa, Arusha është qa është. Po pse ju bje njerëzve në qafë kot, a di si është haram që ju bje njerëzve në qafë kot? E digjo, Arushën e shajta që e shajta, po një gjë i ka ardhë gjina për mua Arushës. Po dakor, po pse mi ardhë Arushës gjina për ty? Pse mi ardhë gjdo njeriut këtu që të njeftë mi ardhë gjina për ty? A jeti për gjina, ti nuk je për gjina? Ore, po, digjo pak, shqiptari nuk ja herë tot shqiptarit, Sami. Po nuk je për gjina, ti pse mi ardhë njeri gjina? Digjo, mendoj që një Shqipëri e tërë, Sami, jo një dit, jo 2 dit, po rjesht. Kur erva unë të këti e Sami, ti kape 1.5 milion klikime brenda 10 orë me orë. Njerës, teri sa nuk bon 10.000 shikusën e nuk i dalë prej live-it. Bela, me postime mua, Bela, mos përmen njerës që nuk janë këtu, klutëm, flasim unë e ti. Okej, Bela postoj video me mua, mos përmen njerës në ke dalë, ke kërku falje 100 herë, edhe për qëta që pi përmen, edhe ki thonë veç që ki ka bu, ose kërko falje, ose mos kërko falje, a u këtanë. Ki kërku falje edhe mu, ki kërku falje edhe Beles, edhe gjithë njerëz ju kërku falje. Më shkatrua, mos lëviz si të frynera majtës deltas. Ose kërko falje, ose mos kërko falje, bo në burë. O Sam, burë do e shikojmë të burnia, vla, mbase 5 vjet, inshallah Zotit mbajt në gjendje, vla, që ta mbash ata që ta të qasë. Kaq po të them. Unë kur ja dola burgu të Sami, Zoti i ndihmoj, vlla.
Po ke Ti fut. për 5 vjet, për 10 vjet kishte qenë mirë të mendosh për veten, e mos No, mos ki problem, mos ki problem, ma shajt e baba nuk mja le kockat rahat babajt, ke dal para miliona njerëz, more famën time, shqiptarët e mi, e dole ma shajt e baba në varë. E tani... Po ti a shajti Samin apo vi Samit shajti ty? Ku, mbas kum shajt e baba në varë? Do shtë vërtet, mos gënje, mos gënje, se ekzistojnë krejt regjistrume janë. Erve të live im, Sami. Edhe më the më falë, vla isha në gjendje nervoze. Edhe unë fash mirë, Sami, të qere fash, të shajta. Aty janë nisa me të shame, kur erve ti që të pruri Klevio, Aleksi, kush qasi. Aty të shajta të fash të qere. Nuk kam shajt unë. Unë e mbajta qetësin time, kërcënimet, po mdiqe... Twitch, fuck yourself, please. Okay? Go and fuck yourself. What do you mean go? What? Are you talking to me? No, I'm talking to one guy, call it Switch. Sami, më shkatrove, bro. You ruined me and I done nothing wrong but give you audience. Okay, good. So let us talk in private as usually we do. Private about what, Sami? You gave me a fake watch. You yes, but we talk a lot in private, Gucci. You gave me a fake watch. You cost my dead father. You are doing this because your last message sent to me was when you asked me a lot of helps and I don't answer to your messages. I've been left homeless because of you. I have been getting chased up and down everywhere because of you. Everyone turned against me because they're scared you won't send them £100. Çfarë gabimi të bëra unë, vlla? Të vash miliona njerëz, Sami. Miliona. Sa të kom borç nëse më ke dhënë miliona njerëz? Ore, nuk është për borç, më shkatrove. Më shkatrove. Pse të shkatrova? Pse të shkatrova une? Une pse të shkatrova? Kur unë sfarë që marr me ty. Okej, Sami. Të ftoj unë ty tani në shtëpinë time. Po. Hajde në shtëpinë time, Sami se më qasi 7500 veta. Dua t'jap unë një dark ty, Sami, e në vend darkës t'jap unë një mut të hash. Do të pëlqente ajo gjë ty? Jo. Pse ma bëre me orën ashtu pastaj, para milion. Guçi, edhe me bakon fake, një dhurat është dhurat. Nëse ti ke mendu që me marr atë dhurat edhe më bëj pasur me një dhurat, nëse e ke problemin aty, kam ora sot dush dhe t'jap kur dush. Por nuk jeti një person, nuk jeti një person që mund të blejesh me një orë. Këtë e kom pasur në konsiderat ndaj teje. Por nëse ti po insiston... Po kur ta ktheva orën mbrap shumë tyja, pse ma shajt e baban? My dead father, what did he do to you? You don't even know who he was. Qyre sa bukur e the, kur ta ktheva orën ty, ma shajt e babajn. Por teri sa se ktheve orën, sa shajti i bëre nga hoteli me pirun dorë, sa gjane i bane kundaj Samit, shiko sa intrigant. Tu ka shajt baba masi që e ki kthy orën. Listen, e disa intrigant je, Sami? Jam intrigant, je do e vërtet vërtetën. Dëgjo, kshu e ke futar Shqipërinë në sharë me njeri tjetëri. Jo, vlla, po ti e the vërtetën vetë. Listen to me. I've been in hotel, kam qenë në hotele. Unë kam qenë në hotele në për Londër, në për Shqipëri. Po një gjë jam habit në Dubai, kur pash pirun në hoteleve, e ngrita pirunin e pash që, wow, lem pirun këtu në hotel. E ti po më kërcënoj aj shumë fash, i kam qi nënën, po me erven me pirun do ju sulmoj në vonë. I'm gonna defend me pirun. Come on, bro, come on, no way. No. I have everything. Po provon ta kthesh në mënyrën që kam edhe mesazhet e kushërinit ton që është dëshmitar, që thot na nxorri fytyrën e zezë duke të çaj ty mbas gjithë asaj që i bane. Ore, ai kushëriri im, mirë kushëriri im, po dëgjoj pak, unë po kushërini hytja ai. Tëra ato vujtë 16 vjet ja dola vetë unë e Zoti. Edhe mamaja ime gjithë. Mamaja ime gjithë ka punuar halal. Tani u nxora unë fytyrën sepse kushëriri. Çka kam bëjë me 16 vjetet tua? Ë? Çka kam bëjë me 16 vjetet tua? Të kam bërë një ditë shku? Dale, 16 vjet që ai ime që bëra në burg, të qasi audiencë, me qasi mua miliona shqiptar që ju erdhi gjëna. Dëgjoj pak, se shqiptari mbase të dëgjon një bisedë një herë, e thot shqiptari, ky po mashtron vlla, nuk po ja var me unë këtij se dallohet që është mashtrojës. Po nuk ishte një herë, nuk ishte 2 herë. Mua më kanë dhënë ajo audiencë për 3 deri në 6 muaj. Pela, tamam e ki emrin e profilit Pela. Të kokë krejt Pela vlla.
Unë vetëm po e them Sami, më shkatruat, vlla. Më shkatruat. E turpt keni, vlla. Çfarë probleme ke tash aktualisht? Më morën shtëpinë e mamas, vlla. Jam bërë në vrikje, jam me ankë. Po, a muj me të ndihmu diçka une? Më ndihmosh ti me çfarë, vlla? Më japësh orë falcën ta ush pra. Jo orë falcë, po i kum pa mesazhe që mi ke qu frik. Po, vlla, kam frikën, vetëm s'dua të lë mamar. Jo frik, shumë some days ago. You sent me a message, you need my help. How I can help you? Duhet marrë vetëm një depozit i gjej mamas një shtëpi, nuk duhet ma blej njeriu shtëpinë e mamas, duhet depozitin. Në është puna të depozitit s'ka problem, të kum një muta në herët, një maj apet. Okay. Po më sumer me video tjerësve tjerë, o kush? Po që mi njerëvi, dëgjojnë qike, dëgjojnë pa. Sarë që ke pas nevoj, atë kom një mu. Atë kom thonë jo në herë? Hold on. Po, a nuk ta kam Tell me just one time when I say to you no. Just one time. But have I not tried to return it all back always? Come on, bro. You send me a lot of messages during when you stay in the prison. You call me every day. We talk 1 hour, 2 hours, 30 minutes. You send me message. I answer to you. You ask me my support. I support you. What is wrong here? Tell me what is wrong. What I do wrong? What you mean? What's wrong, bro? Come on, bro. Tell me the truth. What I do wrong to you? Listen, man. Don't raise your voice at me like that, Sammy. What I do wrong to you? I cannot understand what I do wrong to you. Sammy, don't raise your voice at me. Okay. Don't. I don't do nothing wrong to you. I just support you. Yeah, I didn't do nothing wrong to you either. Now you need more support. I will support you, but don't go around. Tell me, Sammy, I need your support as before and halas. You lot destroyed me. You lot destroyed me. Come on, bro. Come on. I never destroyed you. And if you think that telling me like this that I destroyed you and I support you, you are doing something. I gave you the whole Albanian nation. Millions of Albanians started to recognize you because of me. Not to me, bro. Not to me. You gave me a fake watch, and then everyone started saying, "Oh, look, he's gay." A gift. It was a gift. Fake or not fake, it was a gift from my side. Why do me like that when I brought you original things? Come on, bro. And then what did my dad do to you? My dad was in his grave, inshallah, accepted in Jannah. And you go and cuss my dead father in front of millions of people. You don't even know my dad. No way, Gucci. What do you mean no way? Gucci, we stay 1 week together in London, you know this. Sammy, we stayed 1 week together in London with what little money I had. I took you sexy fish, not just you. 15 hungry Italians. They was eating like pigs. And I paid that bill 2,000 something. And all the people respect you and thank you for that. Kur vajtëm te sexy fish mu te restoranti më i mirë qendër të Londrës. Kush e paguaj faturën jo vetëm për ty, po 7 derra tjerë që mbaja nga mbrapa. 2.000 pound pagese pagova unë. Ti paguajshe. Po mos më bë mua sikur jam tipun që please lutem Sami. Unë gjithmonë kur jep. Unë isha të thënë që kur ishim Londër bashkë, ishim shumë mirë. Sam, kur me jep, unë gjithmonë provoj ta kthej. E gjithmonë ta kam qas. Mbase nuk është 100% Sam dhe, po provoj ti marr hapa të qasem ti 100% që ajote. E gjithmonë e kam pat këtë sepse ja kam dal vetëmis në burg si më ka pa Zoti. Anyway, Gucci, if you need some support, tell me in private and halas, don't... Ka lën mama, ka ngel mama e pa shtëpi, vlla. Më ka ngel mama e pa shtëpi. Nuk dua njëri t'ja blej shtëpinë, po mbase ndonjë GoFund ndonjë gjë vetëm me marr depozit me i marr një shtëpi. Do ta rregullojmë këtë punë. Para se të ikim burgin. Do ta rregullojmë këtë punë, don't worry. That's it. Edhe një varse më shkoj me orën që të shkruaj Gucci, pa diamantin e. Okay. Se orën. I will do. For you I will do. Just një varse Gucci me florid bar, that's it. Nuk dua diamant, më shkoj me orën. Okay. Promise. Ose gjethe, actually. G-3, T-H-3. Gjethe. Okay. Send me in private what you need and I will do. You have my number, bro. Just call me e vetëm të flasim. I just want to talk to you. That's it. And I'm stressed out. I want to stay with you 2-3 days somewhere. Duhet rri me ty 2-3 ditë, bro. You can call me in this number. I'm sending you the call now.
Okay. Ta fik live-in unë tani. No. If you want, you can stay now. You have 7.5K. I don't care about. I build the audience every day. I'm doing training, positivity. I'm slowly getting back. My main account with $10,000 is stuck because I sent you 20 lions. Inshallah, one day you will be funny guy. Don't worry. What do you mean funny guy, bro? Sammy, I've got patience, Sammy. You must listen. You must be little bit more responsible and solve the family problem. And after that, you will be funny guy. You can see when you don't have the problem, you will be funny guy. I know this. When you have some problems and you don't have support from the people, because a lot of people maybe promise you and never support you. Never. And I am sure for that. Otherwise, you will not come back to me. Solve your problem. I will support you and be funny guy with the people. Be a funny guy with the people. You don't need to do nothing but be funny. Respect them. Alas, nothing else. Believe me. I am the same like before. Nothing changed in Sami. Dhe juve njerëz marrët ju vi që kur e shihni njerin që është me brengat veta, si çdo njeri ndodh që është me brengat veta, shkoni edhe i shkruani çka është një e keqe. Po pse ti s'mund bëj një video me nxjerrje me thënë, njerëz, është djali miu mos e sulmoni. Kush unë kom marrë disa herë të live fytë dhe kom thënë një gjatë tillë. Në gjë një TikTok e më shan ditën tjetër. Po paske Sami njerë ka gabut, ka shajt, ka kërku falje, Sami vetëm çka të ka ndihmu, Sami s'ka shajt kur, as t'ka ul kur. Po as unë s'ka ullë. Nëse është Sami një njeri që t'ka nejt afër në momentet vështira, se s'ka nevojë me nejt. Shqo Guqi, kur ti je mirë, kur ti je i qetë, kur ti nuk je i mbyllur në burg, s'ka nevojë kërkush me nejt afër si ti je zoti vetit. Në momentet kur ti ki nevojë si çdo njeri, kur ka nevojë për dikën thjesht 5 minuta me folë në telefon, aty shifet për kraja e dikujt. Unë kur s'ta kom refuzu telefonatin, kur s'ka ndodhë që më kishkru mesaz të kom përgjigj. Sepse, pa mërë parasysh që ka ndodhë mes neve, ti ke qenë në birut si mbyllon. E unë s'kom qef me pa kur konin në birut si mbyllon. Por mua prap po provojmë të çojmë biruc. Po para se të më çojmë biruc, pak të mos ta lëm mama rrugës, kaq duam. Mos u mërzit për atë punë, por ta kesh parasysh që njerëzit mos u merr me komente që ka shkruaj këtu, po rri me ata njerëz, komunikon me ata njerëz që kur të kesh nevojë, e përsëris kur të kesh nevojë, jo kur nuk ke nevojë. Kur të kesh nevojë, ki mundësimi atë ki dikujt derën. Mi thon, fal, vish 5 minuta flas me ty se jam i mbyllur ose jam një vend që po du me dal meq për pa fol me njëri gjallë. Kur më gjujtë me arma herën e parë. Sami e ka po me orë tëra me ty nëse të kujtojt. Ta kam nis me zet, kam thënë Sami, edhe di qa ka ndodhë, kam si vlla, faleminderit që provove ndihmojnë. A e kum qu avokatin mund të besu për ty? Edhe shiko qa po ndodhë me mua edhe më sulmojnë edhe më fusin burg. E tani më del mua këtu e po më fua, you be funny guy, pse vlla? Po duhesh, pa marrë parasysh se rrethanave si çka të ndodhin Guq, duhesh me koni mirë. Sepse me të keq nuk... Unë i mirë isha, po një njeri që u shkatrua kaq shumë si unë, çfarë faj pata unë vlla? Çfarë faj pata unë? Guq, ti je besimtar, edhe ti beson që sprovat e Zotit i kalojmë gjithë. S'muj me ik, nëse është një sprovë nga Zoti, njeri nuk mundet me të bëjë ty gjanë nëse nuk vjen sprova nga Zoti. Njeri në fort, Zoti e sprovon. Ti vajte me llogari, Sami, hap mas hapi, me më shkatrua mua, vlla. Në vend se më mbrojnë. Unë me të shkatru ty? Atë ka ndihmu dikush ma shumë se unë? Më ka ndihmuar shumë njerëz, vlla, po ti në vendimin, edhe unë ta kam kthyer mbrapsht ndihmën, vlla. Dëgjoj që atë ka nejt kush afër ma shumë se unë. Flasim realitetën e Sami, unë të ty mund t'jem një 6.000 euro borç.
Mos më kiti mu bërë çogush, po të them kur ke pas nevojë. Jo se dëgjoj pak, se Kur ke njerëzit pas nevojë. njerëzit, jo, po qysh i hap ti bisedat e qysh del ti thua, un kam ndihmuar kushërinë tu, kushën tënd, kam nis lek për mamin tënd, lek për motrën. Okej, listen, kam nis lek për ty. Po Sami, un ti ktheva mbrap shumicat e lekëve vëlla. Në fati ju është që unë nuk jam moderator këtu, se unë ju Sami, në vend të mbliveshit të tërë bashket më ndihmonit, mu largohet të tërë. Sami s'tu ka largu asnjëherë vetëm. Të tërë, o vëlla, në vend të vinit të gjithë kështu e të qaset ndihmonit, mikët të tërë e më largohet e u distancuat, vëlla. Sami asnjëherë s'tu ka largu. Morët një audiencë të tërë. Sami, pa marrë parasysh gjitha rrethana asnjëherë s'tu kam largu. Sa pat audiencën që ra audienca, u largohet të gjithë ikët. Sa më ra audienca, ikët të gjithë. Guqë shëve ki shumë njerëz këtu që të shkruajnë mesazhe negative, prova shkruajnë privat njënit për tyne, a mundet me ardh me bisedu me ty 5 minuta, mos i lyp lek. Veç thuj 5 minuta kam dëshirë me bisedu me juve. Unë jam duke biseduar atë 5 minuta me ty, vëlla. Kam mbajt gjithashtu gjithë ata brenda. Unë po flas atë që po e shikojnë tërë. Unë te komenti nuk po rri fare te negativiteti. Unë po të flas ty si vllau që më qase, të doja si vllau, po të flas ty direkt drejt për drejt para gjithë ta njerëzve. Unë vetëm kaq që s'm po pëlqen. Më ra fama, u largohet të gjithë. Më sulmuan të tërë, në vend se të në qasit në dimonit, më largohet. Çfarë do bie ke nga fama e TikTokit? Çfarë, po unë mos kisha famën e TikTokut të Sami, asnjëri nga juve s'do ishte qas, vëlla. Unë një video që postoja, një foto që postoja me ty, miliona njerëz. Ku i duhet fama e TikTokit? Kujt i duhet fama e TikTokit? Po Xhimin, në çfarë kuptimi kujt i duhet? Çka ka njeri prej famës TikTokit? Çka arrin njeri prej famës TikTokit? Çfarë arrin njeriu prej famës TikTokut? Po. Po nuk po shikon ti çfarë po bën ditë për ditë, po provojnë të vrasin për këtë famë që u bë. Gush, me fjalë TikTokit sa njerëz janë vra, sa njerëz janë largohet. Po, njerëzit po han një shpu, dalin aty të lutem se më rrafi me plema njeri, hapin GoFund, Sami, më kanë gjuajt dy herë me arma. Pse të gjujten? Ore, u shkatrova vllajeve, humba kontroll, fillova kur më sulmuan të tërë, fash e di qa më mirë. Këtë dojnë këta persona këtu negativ që i ti? U shkatrova vllajeve, fash më mirë të futem izolim, t'i largoj tërë njerëzit, pakten e di çili kam. Edhe e mora të hapa, vlla, ashtu më va Zoti drejtim, ashtu e mora. Respektin e njerëzve, vlla. Ajo është fama që më jep mua. Fama është respekti njerëzve. Si më erdhën 50.000 veta, 1 milion veta brenda një ore, ishte respekti njerëzve. Edhe prap nuk kam hap GoFund o njerëz, më gjujtë me pluma, më vranë, të lutem GoFund. Guqi, na kishim 7.500 persona. Ore, ne kemi pat 50.000 persona se u gjindën në dhimbjen time, vëlla. Kemi pat 50.000. U vimsen nga dhimbjet e mia. Guqi, mu pa gjinë dhimbjen tone këta 7.500 persona, vetëm nga like do t'i kesh pas 2 milion like. I ki vetëm 420. Kemi pat momente... Pse nuk bëjnë njerëzit like me qenë që janë këtu 7.000? Sepse sa njerëz po rrim po dëgjojnë bisedën, po dëgjoj pak e Sami. Kemi pat raste kur kam pat 22 milion likes. Sepse njerëzit u vimsen nga dhimbjet, nga muhabetet, nga historitë që po tregoja. Kur ke pas atë shumë like, kanë qenë ato momente kur kishe probleme edhe atë kuptoj, sepse njerëzit vishin aty edhe treshin të live-i. Por s'do me thonë që ti duhesh me pas probleme, si që ke pas problemin kur gjyre. O njerëz, 6.800 veta. Ore, Sam, edhe një gjë tjetër, unë nuk hyra në këtë platformë se, do bëj lek, unë do bëj këta. Unë hyra në këtë platformë se kisha mërzitje, vëlla.
më ndihmoi shumë ky platform sepse unë mos kisha këtë platform, unë nuk do flisja. Unë isha tip që vetëm rria izoluar mendoja. Ky platform më ndihmoi të shpreh, të nxjerr fjalor, të nxjerr fjalë, të komunikoj. Prandaj hyra në këtë platformë nga mërzitja unë. Momentet kur ti u futshë live dhe folshë rinis për vuajtjet e tuja, edhe mësojshë rinin që mos bëjnë gabim